Pas sëmundjes së murtajes së ruminantëve të vegjël në Dibër është shfaqur edhe sëmundja e brucelozës. Janë 2 familje të cilat janë izoluar në njësinë administrative Kastriot dhe munhur në bashkinë Dibër. Prefekti i qarkut Dibër Nezhbedin Shehu tha se situata nuk është alarmante, pasi të dyja familjet janë izoluar dhe është bërë asgjësimi i kafshëve shtëpiake të infektuara me bakterin Brucella. Sipas prefektit Shehu, për të gjithë anëtarët e këtyre familjeve, por edhe për personat të tjerë që sipas deklarimeve kanë patur kontakte me to kohë të fundit, janë bërë të gjitha analizat e nevojshme dhe ka nisur kurimi i tyre. Prefekti Nezhbedin Shehu tha gjithashtu se rastet duken të izoluara, por gjën rastin t'u bëj apel mediatik banorëve të mos neglizhojnë shenjat e sëmundjes. Kemi 2 raste me brucelozë, një në zonën e Kastriot dhe një në zonën e Rrethkale. Janë 3 vetë të infektuar me brucelozë. Janë bërë ekzaminimet përkatëse, janë eliminuar bakteritë e konstatuara. Fatkeqësisht veterinarët janë në teren edhe i. Po kjo është problemi, është se brucelozën e kap tek qytetarët mbasi e ka infeksionin bakteria, marrin nëpërmjet qumshit kryesisht ose kontakteve, siç thon specialistët. Janë po trajtohen në spital mjekohor. Që janë bë dezinfektimet, janë bë analizat, ata që janë me brucelozë, jo vetëm familjet, por njerëz të afërt që kanë pas kontakte, është bë ekzaminim i plot, edhe po kurohen njerëzit që janë me brucelozë, për fat keq kurimi zgjat edhe. Bruceloza është sëmundje ngjitëse e shkaktuar nga konsumimi i qumshtit të pasterilizuar ose mishit të papjekur nga kafshët e infektuara ose nëpërmjet kontaktit të ngushtë me sekrecionet e tyre. Kjo sëmundje shfaqet në forma të ndryshme që nga djersitja, ethe të dridhura, djersitje me erë të keqe, lodhje, gjendje e keqe shëndetësore në përgjithësi, humbje oreksi, dhimbje në muskuj dhe kyçe, dhimbje koke, diarre ose kapslok dhe të vjella.